Rama ja dha urdhën në asamblejë Ka dy element. Në këtë rast është futur në kurth gjykata kushtetuese e cila do të kaloj patjetër në një reformë, mbajeni mend, këtu do jemi, do të plotësohen ajo që tham Brisida për pjesën e magjistratëve dhe duhen me eksperiencë me përvojë, se gjykata kushtetuese është elementi kyç që kontrollon kushtetutën. Dhe pjesa e presidentit përsëri do ta fusi në kolaps edhe pjesën e kurthit për të cilën u bë kryeministri bashkë me këtë. Tani, me fjalë po të sqaroj pjesën e ardhjes nga Këshilli Bashkiak. Nëse ka një vendim, është e detyruar prefektura të kontrollojë gjithë dokumentacionin, nuk e di se çfarë dosje ka pasur me vete. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj Trojë që vëmendin që Iron Veliaj duhet të ishte prezent. Duhet të ishte dëgjuar. Po, duhet të ishte dëgjuar. Atëherë ju dha mënyra e dëgjimit në gjykatë kushtetuese, nuk ju dha atje. Dosjen e kishte me vete. Po. Padia ishte bërë ndaj vendimit të qeverisë, që bazohej tek ai lloj procedure që u ndoi nga Këshilli Bashkiak. Shiko, e di ku është bërë gabimi. Ne këtu e kemi folur, ka qenë problemi vakancës, që nuk u shpreh KQZ-ja. Për kë vakancë? Për vakancën e mos prezencës në detyrë të Kryebashkiakut të Tiranës. Dhe kjo ka qenë problemi. Kur i nisi kërkesën që ju drejtua Këshilli Ministrave, po jo mos s'ka lidhje. Ju përgjigj qeveria nesër. Është pjesë procedurës. Po nuk doli fare KQZ-ja në argumentet. As avokatëve, as qeverisë, as presidencës, dhe vakanca u çuan në kështu dekreti presidentit është brenda rregullave se dekretin e ndam. Martin, një gjë më bëri përshtypje, harta e votave. Kur tem harta e votave, e influencës politike mbi votat. Pra, kishe tre antarë gjykatë kushtetuese, cilët votuan pro hapjes së padis, së Veliajt, dhe të trekta votuan kundër Veliajt. Ndërkohë kishe 4 gjykatës që votuan kundër hapjes padis, dhe ato votuan pro Veliajt. U hutu dhe doktorës. Pikërisht se edhe vetë doktori nuk kupton asgjë tani, sepse gjithë shka futet në e ka anashkaluar ligjin. Gruaja e drejtorit Syrit votoi kundër Iron Velis. Sigurisht. Ndërkohë që Syri e mbronte mjes drekdar. Dhe që nuk edhe me tar komplotin nga mbrenda shtëpisë është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Tani për kësaj, unë do të thoja atë, sepse nuk ma keq kuptova atë që desha të them. Nuk e kisha me ty, e kisha merë me presidenti është në punë vetë. Këta e kanë katandisë presidentin noterën, presidentin noterin bëri. Atë ditë jurisin e presidentit Republikës. Lëre, Rusmali dha leksion gjithve. Unë nuk e di kush është ai jurist më i mirë se saj, që të na shpjegoj një mënyrë tjetër. E dyta. Dhe zoti Rusmali e paralajmëroi vendimin, si tha juta nuk duhet ta kishit pranuar, në momentin që e keni pranuar, tani jepni drejt Iron Velis. Të kështu ndodhi. Po pra, kështu ndodhi. Po tha edhe duhet nëse jepni drejt, duhet gjeni zgjidhje për Bashkinë e Tiranës. Të njëjtën gjë tha dhe Rama sot apo. Rama sot tha, me ironia po jo, tha tani tha, lirojeni tha dhe unë kam pyetën tani për gjithë juristët ja e bëjmë Brisidës pyetjen. E gjykatës kushtetuese dhe për juristët gjyqtarët. Shkojnë avokatët e çojnë gjykatë kushtetuese dhe me rrezull mendimin e fuqizuar neni 62. Jo, ajo do bëhet një reformë dhe do ndërhyhet në pjesën e po e ka shpall antikushtetues më gjykata këtë ligj. Jo, rrëzimin. Po pra. Antikushtetues. I bie që është antikushtetues pra ligji. Deri në momentin që ne kemi të ka drejt gjykata kushtetuese. Po ka të drejtë vlesë. Ka drejtë rrëzojnë nenën kushtetues? Po, do të ka drejtë rrëzojnë nenën kushtetues. Jo, ai për shembull kur ka qenë çështja nismës turje për listat e hapura, nuk është shprehur vetëm për listat, por ka vënë dhe dorë tek neni i listës. Dhe ka thënë të korrigjohet sepse prandaj gjykata kushtetuese. Kurse unë, prandaj thash parë... Ke neni listë, po ishte ligjë, nuk ishte Ishte kodi zgjedhor. Po, unë po të ndë diçka tjetër, që e ka për detyrë ti propozoj parlamentit dhe të inicioj, prandaj gjykata kushtetuese, për të parë kushtetueshmërinë e akteve me kushtetutën, ose në rast se kushtetuta nuk i përgjigjet moralitetit, merr iniciativë, ja çon parlamentit, pikërisht që të fillojë kjo lloj ndryshimi. Por unë e them edhe një herë, vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një vendim i zhburrëruar, ishte një vendim përgjysëm, sepse nuk i ra kokë situatës, pavarësisht nuk u shpreh për të treja. Nuk u shpreh jo vetëm për të treja, por nuk u shpreh qartë, do lënë në fuqi. Por dhe prap Këshilli Bashkiak mund të mblidhet prap, jo po kështu, dohon ishte një vendim tamam, e thash edhe një herë në fillim,
politik dhe gjysmë gjeli. Nuk ishte të ndante qartë. Po, t'jepte drejt totalisht Velis. Po, ose t'jepte të drejt totalisht qeverisë dhe Këshillit Bashkiak, sepse prezenca ose mos prezenca e tij aty nuk ishte shkak thelbësor, sepse dhe po shkonte ai atje nuk do thoshe që jo, unë s'kam qenë 3 muaj, se ishte fakti një orë botërisht, që ai ishte 3 muaj. Për elementin e provës që të argumentonte me pozitivitet shkarkimin. Ata nuk e kanë bërë. Fjalimi i Zotit Veliaj, më fal, nuk ishte fjalim emocional, nuk ishte fare fjalim ligjor, ishte fjalim më shumë politik. Dhe sidomos ishe prekës për të prekur gjykatën kushtetuese më tepër. Ata e prek këtë gjë, po. Zonja Zaçi ishte shumë e prekur dhe pa folë Erioni me thënë vërtetën. Me thënë vërtetën, zonja Zaçi më duk shumë e prekur. Bile në momentin caktuar largonte edhe emocionet e avokatëve, të jemi të sinqert. Por ajo votoi kundër. Dhe këtu pastaj dalim te loja votave pak Flogert, shumë interesante. Tani është shumë interesante pra, sepse këtu me sa duket kemi ardhur te ajo pika që e the pak ti Veliajn ose edhe këdo, kur e shohin që po zhytet, gjithë vejnë këmbën. Por harrojnë që Veliaj dhe të tjerë si Veliaj janë të fortë. Për 1 milion arsye. Janë të fortë brenda, janë të fortë jashtë. Dhe kur themi këtë, nuk du të harrojmë që lojrat e politikës që ti dhe Martini të paktën, që jeni veteranët e kësaj gjë që i keni ndjekur nga dita 1 si gazetar ditëve të vështira, jo, e kam të gazetarë. Ne jemi të faza që shohim filmat përsërit. Ju e dini që po, po pra, domethënë sa shihni çfarë po si po ecën ujërat, ti e di destinacionin dhe ku është baseni që do përfundoj. Dhe çfarë ndodh? Ku përfundon sipas te? Ato e dini ju pra. Por çfarë ndodh? Në kota acartë, si shprehje popullore, Macja dhe Miu flenë bashkë. Dhe se çfarë kulisash janë lëvizur atje, se çfarë interesash janë lëvizur në gjykatë kushtetuese, me vullnetin politik, me dijenin apo pa dijenin e dikujt, siç e kishe thënë ti në editorial, unë nuk di ta them fiks, duhet dhe pak kohë të kristalizohet. Ti po insinuon që ka një detant brenda vetë Gjirit Majtës? Sigurisht. Sigurisht, aty ka një lëvizje tektonike e cila ka zhvendosur edhe në kuptimin, ka legjitimuar një proces që duhet ndodh në kushte tjera dhe ka delegitimuar dhe ka po pra amban ma lër 62-shin të rinë që vetë atje të kushtetutas. Ore, qa fitore, cila është fitoria e Erionit në këtë rast? Se unë esëm pishekzarët? Ta themun pra cila është fitore e Erionit. Fitore e Erionit është që... A ishte i vdekur i pakallur? Fitore e Erionit është që... Sot është i burgosur, por, si sheteti vetë, që mund kërkoj lirin nesër. Aty kur të gjithë thonin, ja themun fitoren, aty kur të gjithë thonin që Apeli, Elarta, Dreqi dhe Ibiri ja kanë vënë, se kishte ndodhur ashtu, në majën më të lartë në piramidën e sistemit drejtësisë, te kushtetuesja, Erion Veliaj fiton. Nuk është piramida drejtësisë? Piramida, është... Një ndërtesa interpretuesja e kushtetutës, vendimtarja. Në këtë kuptim... Në fakt i ke drejt, de facto ajo u kthye në gjukat mbi gjukatën e lartë. Tani ajo gjukata i thot politikës edhe gjithë tjerëve që 1 sekond tani. Ja tha politika asaj, apo ja tha kjo politika? Ajo ja thot politikës në një farë mënyre. Jo plotësisht politikës. Që, ose... Dalim prapë të filmi përsëri. I themi njerëzve atëherë? I tha njerëzve. Njerëzve thuajt vërtet. Njerëzve. Po pra jo, ju tha njerëzve gjukata. Ja tha politika që thot gjukata, apo gjukata tani po i thot politikës që të bëjë? Jo, gjukata po ju thot njerëzve, jo politikës. E pra, oke, ndryshoj pra fokus. Po ju thot njerëzve, po ju thot njerëzve që dhe për mua ka bërë mirë, dhe për mua ka bërë mirë, ju tha njerëzve që një kryetar bashkie nuk mund të shkarkohet vetëm se një prokuror dhe i gjykat tjetër e heton dhe nuk e ka dënuar dhe nuk e lejon të shkojnë shkuar. Kjo është konkluzioni, problemi ishte ky. Kjo është konkluzioni që atje në Këshillin Bashkiak fillove tek një procedurë. Publicitet, pas pak.